Më 18 shtator në një seancë maraton në Kuvend, programi i qeverisës për legjislaturën e re. Programi në fjalë që do të prezantohet nga vetë kryeministri Edi Rama përfshin objektive afat shkurtër e afat gjatë në fusha të ndryshme, me fokus të veçantë tek punësimi, rritja e pagave dhe kthimi i emigrantëve. Diella do të ketë një peshë të rëndësishme jo vetëm për administratën shtetërore, por edhe për qytetarët dhe bizneset. Në programin 4 vjeçar, kryeministri Edi Rama thekson transformimin e Albania 2 sipas modelit Life Events. Shërbimet që do të ofrojë inteligjenca artificiale do të jenë të personalizuara sipas rrethanave të jetës së çdo individi e biznesi. Madje shërbimet si në nivel qendror dhe vendor do të jenë përmes Albanias. Edhe kartelet shëndetësore do të rishikohen në përputhje me kërkesat e Unionit, e mëtej duke u përfshirë në sistemin e diellës. Inteligjenca artificiale do përdoret në radiologji për imazhe duke ndihmuar në diagnozat si kanceri në fazat hershme, sëmundjet pulmonare apo ato kardiake. Prokurimet do të jenë të automatizuara po ashtu përmes inteligjencës artificiale, por të realizuara sipas legjislacionit të BE-s. Kjo synon shmangjen e ndërhyrjes njerëzore dhe eliminimin e korrupsionit siç thuhet në program. Diella do të ketë nën kontroll dhe sisteme tatimore dhe doganore për të identifikuar në kohë reale anomalit. Gjithashtu do të jetë në qendër të emergjencave civile kombëtare duke identifikuar në kohë reale rreziqet. AI do të jetë edhe në platformën e bashkëqeverisjes që analizon automatikisht ankesat dhe sugjeron zgjidhje ligjore, madje edhe rekomandime për reforma. Bujqësia, siguria ushqimore, konsultat, zgjidhjet inovative për administratën, zhvillimi i teknologjisë dhe thuajse të gjitha fushat do të përfshihen sipas programit në këtë ministri të re. Kështu pra, më 18 shtator, në një seancë maraton në Kuvend do të prezantohet programi i qeverisës për legjislaturën e re. Por cilat janë disa nga pjesët e këtij programi? Transferojmë shërbimet e punësimit me sistem të zgjuar orientimi karriere dhe platformë të dedikuar për emigrantët që duan të rikthehen e të punojnë në Shqipëri. Ulim papunësinë e përgjithshme në 6% deri në 2030 dhe papunësinë e të rinjve në 15%. Paga minimale në 500 euro deri në 2026, me 18 muaj pas një taks shtesë për punëmarrësit me paga të ulta. Paga mesatare kombëtare 1000 euro deri në 2030, në sektorin publik 1200 euro. Garancia rinore ofron punë, trajnim ose arsim për mbi 40.000 të rinj brenda 4 muajve nga regjistrimi. Forcojmë barazi në paga dhe politikat aktive për punësimin e grave. Zgjerojmë modelin dual të arsimit profesional në partneritetet me biznesin dhe certifikim ndërkombëtar të kualifikimeve. Deri në 2030, 1 në 3 nxënës ndjek arsimin profesional, shkollat profesionale kthehen në qendra multifunksionale me konvikte moderne dhe kurse afat shkurtër për profesionet kërkuara. Garantojmë kushtet barabarta pune, trajtim dinjitoz, sistem social të qëndrueshëm dhe të besueshëm. Vjojmë me nënshkrimin e marrëveshjeve bilaterale për njohjen e pensioneve duke siguruar kushtet barabarta pune e mbrojtje sociale të plot për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Ndërtojmë programe të dedikuara për diasporën, për rikthim të talenteve, transferim ekspertize dhe ndërmjetësim punësimi në sektorët prioritar.